Mirë mrama, mi që mi kesha, mirë se po takohemi për sërinë e emisionin në 89. Sante si pas gjitha gjasave dhe të bëjmë edhe pranim dorëzimin e Cuslajve. Boll u Cuslazon. Boll e kemi Cuslat, pju kalëzej drejt, ishala më në ka zgjedhje. Heq, mos nifsha për zgjedhje, më heq. A për zgjedhje nuk kanë kriju zgjedhje. Këtë një që ka zgjedhje dhe të me ikë për zgjedhje, sa më gjarë. Unë po menoj që edhe njëherë ka pranvera duhet Cuzlat Me ja do të mirujt, ja, Cuzlana nuk e Kjo son regull, kur gjo. Në regull zë kur gjo, kështu që pa humbur kohë. A thonë mirë mama ke thonë ato krejta, po më mirë. Ja, se këmë fara Jeni me emisionin ma të shikuar në vend, kështu që një falenderim të veçantë të gjithë juve që na përcjellni për 89 emisionin e radhazi dhe për zemërsisht faleminderit. Faleminderit edhe mikut tim Padili që ka qenë i durueshëm për 89 episode, sepse ju kalëzej drejt jam i zarashëm. Silbinazi i uron synetin në djalit të Mira e vet. konstorime, ha? Edhe faramendot të këmë kalëzu kur ka nja gruja. A i të i lezu burin kushin që shto kon televizioni. Aja të menon që vish pinë që zëna i live. Edhe aja trak kushin. He, ajë sa u babuka! Ka, shuj. Ja, i të rrujë. ma. Mirë mrama popull që jetoni tha, popullin gull politik i në kreditit tash prap këthejemi të situata njëjtë. Dëman, unë drun, diçka do kryetar komunave, do shku, Qatë tash ju apet në kredit, keni bërtit, Josi Broz Tito, keni bërtit emrat të Tito Josi Broz. Broz Tito, NATO, Bashkimi Evropian, në fund apet e morët që Dy si grësht e njësi. Do me thonë, ata ma nuk javë qelin telefonin e dini atë Ma sistemin. ata që qelin as vetët, ma. Ma Po dhe me vetë, që kem teorimet, ma ke këthy në rikujtes një... Ty të kësa janë shpesh? Për shemull tash s'me me vizatu, po që shu konë soba kështë të korishëm, këtë u konë hamum gjiki. Atë në qesh e ke kalëzuve Im njerë? lunë pak me tepi. E ke kalëzuve Një njerë? magnetofon që atje, një shpëret i zi të u kallë që atë, edhe një kazan të i zi do tesha. Që i zishin gratë me atë saponin me vjam të thevit. Edhe bilion, Bilionin që shumë ishë për erë. veç për e. Po. Ajo konë një farë... Am hini sot anësi. Një farë aromizusi, i fantastik. Edhe dyshysh, për të karë bëgo dialog me të kalë. Kejtë u këqy, kejtë pelim. Kejtë u këqy nësi kështë. Onë pju të regoj populli dashur që zgjedhjet e në kry, me jetonin i kena për cilë, do i kena inqizu. I kemi video që kam brem të kryentarët, edhe këtë javë pilona pak leta Shijojnë, mujnë e mjaltit. Porosie keni prej meje të gjithë a ju të cilët jeni në strukturat udhëheqëse partijake, mos e rritni luksin në shtëpi, mos e rritni luksin të gratë të fëmija, sepse keni hinë në parti, se partia shkon e vjen e nestër të bje luksi, e vallahi kur të bje luksi vjen daralakin shpi, kështu që mos jepni hazë, kështu një regulonin që të vrasjet, që të vetë vrasjet, që të senet që pëndodhin veç zijet të rjemi të ndëgju ende pa u përfundu zgjedhjet, kemi vetë vrasjet, neves në takon me gjyku, do në fjallën e fundit dhe jep gjykata, po kap një do punë pak ma seriosisht. Ne kemi pas një mysafir, unë javë këmë thonë në për emisione, kemi pas një mysafir që ju ka tregu që kemi dy bota paralele, ne e spjegoj shumë miraj në emision, ne që me babalarë tonë kemi dalim shumë të vogël dhe fëmija jonë me neve si babalarë që jetojnë në një botë tjetër. Leni foret, kap një, rek një punës, bini projekte të mira për këtë vend, sepse njerëzit janë të hesë, ju jini të full pa lidhje, do më thonë ashtë jetën e njëta si ti mes me konë këto në më të drejtu. O jeton, ti s'ma këte përgjigje se si. Kështu që, publik i dashur, ata që javë kanë lypë votën derëm derë, tash ju e keni për të tyrë mjë shku derëm derë, javë lypë shërbimet komunale. Normal, që do të me i pagu shërbimet komunale, po nëse nuk ta ka hekë bërlogin, ki problem me ujin, mos e prit një për 4 vjetë, unë nuk po thiri për me uqunë protesta.
Po mos e prit, thëj, 72 orë kryetari i komunës Qendër që i thojnë ana këtu, ka thonë jeton prej ditëmarrjes së detyrës për 72 orë e pastroj qytetin. Mos jap harroni rënat, po më nej, ata kanë premtu tash, mujnë me konë rëna, po mos jap harroni. Ne e nisim pak seriozisht jetën në emisionin, sepse komplet këto ditë gjithandej ka ke shku ka pas jo seriozitet. Po duhet na që e kena për detyrë pak me konë jo serioz, po duhet mu bo serioz, që jo serioz janë ata. E vërtet është edhe do më lidhën e ato që tha Fadili, ekzistenca jote në parti politike ose në një pozicion ministror për me shpjegu kështu në mënyrën më arkaike është që shtohet ka shpijat e na si kur bryma para dilit. Dhe më thonë, do këtë që është si borë, si del një dili e shkrinë edhe del në bari. Kështu që, me që mi kesha, politika është sport i ronë për pesh atleta. Kaj që ka du të me kërku shërbim. Nuk pa thëmë që se cilë njeri ka bindjet e veta politike, por që nuk duhet më shpresu shumë, sepse politika është sport i ronë për pesha atleta. Na jeton si qytetar, sepse emisionin e shofin shumë njerëz dhe po tentojna me dhanë një përësi. Ne si qytetar e kemi për detyrë... Pa tja s'ke këtu kur thash në fillim që është ma i shikushme? Jo, s'isha këta, isha të menu shka ka me thonë. Qa ku me thonë, ajde. Jo, po du me thonë, po normal, se tash ku nisë me menu e dhone. Po du me thonë që ne si qytetar e kemi obligim me shku... Pak shtu të kanë, ku qa për të bënë, më është si këshi që mërë Allah ndurë. Edhe veta njënë me gjëros mjekën e tha jo se delë si cërta një film. Jo, mama, më që edhe të qenë ka unë akne i bosh e latë qafës. Mes po merë, edhe botox, mes po merë botox i tani në të kohë jetë kondër. Kur delë edhe një hunë në bolë. Hajde graj ma shpetë. Ja i si graj, veç më du me thonë që ne si qytetare kemi për detyrë. Me votu, sepse kena besu me një program, ose kena besu palidhe në kongën e shkurtë e fejzës, atë kongën që mora fjallë, për shemull, edhe tash u kry konga, tash na duhet me qitë kontën e bërlogit aty të dera, aja kamioni me ardhë me marë bërlogit. Tash konga u kry e vaj i fillat. Vaj i fillat. Popullin jem ingullët në politikë, dohojna... Edhe ma len me shtu edhe qëta. Në më thonë, deri që tash votusit jenë konë matë dashtunit. Në kanë priti, kanë për cilë, kanë qitë kafe, vica si kanë bo masaj pak. Mas datës se balotajit, votusjen njerëz ma të rryer. Më rajti kë, i beri fatës në kishë rajt, këm ka rajt, këm ka rajt, këm ka rajt, këm ka rajt. Po, djallit tezës s'ma kishë në putë. Fesati, ndërë, konkret. Hajde. Shka ndodhë me ata që e kanë shqitë votën, ata s'kanë drejtë mo, heq. Po vërë puna të votëve, vili, po banë aty të vishë që të ma votën, banë këto, që e votën, që ti barët, pra. Shka ndodhë me ata që për shembull ka shkuj, ka thonë atina, ami 50 euro, ose një thesmil, ja ka dha votën. Tash me bëmi vyt diçka mo anku, a ka drejtaj? Qëra, aj dorë në zemër e ka kap kashin. E ka kap kashin, a? E ka kap kashin tash. E ka kash një fazeq, a? Flok hajle t'i del, e natët këthejemi në këngë që dhe kemi gjarom, po edhe kënë që pi bojna diçka, po ankohen që pi vjedhëm, ana i vjedhe, aja vjedhëm, me që këshyrën e na, si qëmë sabah këshyrëm shka me vjedhë. Hajde, kush sot mund, me takot, po, me takot e ndësene. Hajde. E maj menjë të në. Haram, krejt haram, për krejt ditë që sopam, ellerone të tana, gözlerone Ska vjedhë komplet. Gjerim që të dikush dikujna po. Që dhe njerë dhe gjenë? Ja, ama dikush dikuja ka vjedhë, ama kush kujna. Gjeneta të ja ke vjedhë këtyne, a këta turës ta kanë vjedhë ty se ti e doshën e fanë, se s'em të të marrë vesh. Ku. Alarmi u lëshu. Alarmi? Alarmi u lëshu. Masa me blerim me s'kënaj eksplodë. Gjithka u bo. Qupi gjumit. Qupi gjumit telefoni. Dëvanë politikantë vjedhin, këngëtarët vjedhin, regjisorët vjedhin, regjisorët vjedhin,
Kemi rast të ka vjedhë komplet shfaqen. A shku në Londër e ka pa? Jo, më shva në YouTube, për çfarë Londër për të jetë? Kap YouTube-in, laptopin për para, aktor, në skenë, libretën ti pak ma që të që këne pak ma Jetoni më tha më së mgus, po, për hirë të korekcisë, për hirë të së vërtetës. së vërtetës, po e vjedhin edhe emisionin tonë, biç e kanë formën pak ma ndryshe, Pa. krejt muhabetet e tona, edhe temat e tona. Mos e vjedhni, bani me t'i shka original. E vadil. Jo, desha me thanë, krejt vjedhin jeton, po kish ndodh, shive publik i dashur. Shumë interesant, kam e kallëzu sepse materiali lidhet. Një dit, para 2 ditëve, kam tregu krejt kolegëve, blerim dhe gjë me përmendje se e din dhe gjë. Për para një dyqanit, hina me vajzën, me këshur me ble diçka. Po kjo është storë e vërtet. Kjo është storë e vërtet. Në qajrë, mrena 25 sekondave deri sa vetura mbyllet vetë, sepse kam harru me mbyll, jenë vjedh 2 çanta. Çanta e vajzës time edhe çanta ime. Po mrena në çantë kam pas edhe begjën e televizionit Alsat, normal edhe ato gadgetsat, kamera, ato senet që i kemi. Edhe Aparatin e tensionit, hopat, edhe vajza ka pas trenerkat edhe ato për ushtrime, edhe dola vetura e mbyllt, çantat janë. I kanë vy. Pja me vajzës s'ka lidhje, s'na kanë vjedhë ku me di qka ke pas qanë, kur gjanë, a i shkom thash barnatore ta blejmë aparatin e tensionit. Da, normal. Kur dullëm blerim, për para meje, 2 çantat në rrugë. I këshin lanë për para deres. Edhe unë ndërkohë thira policinë, erdhën policia, tha, apo do me vazhdu rose, që kur gjanë se pas ka vjedhë, dhe ishtë një parfem. Një parfem. Po, parfemi, në thash, Me ishallah, qofë se na she hajduti, le ta gëzoj parfimin, e le ta qet, e le ta shjerë. Po S'ka problem. më duket që kish kanë si qëta hajnë atë që vjetë materiali tash. A kanë hajnë po, hajnë i zeqatit. Ja, a di qysh? Unë me ne i kejtë në fund ditës, po si thash fadilit, kur ja ka po atë potenciometrin. Kër e ka po potenciometrin e tensionit, Kë ka thonë, kë jetë men. i pas ka ditë në gjeta, mos t'ja rënoj ma Ti shumë. bejsti, po. Blerimi në shku do hajna në Itali me vjedhë dhe këqyre që shkanë me pru, kër e kanë po që kanë hime një shpi, hajtë me sta shpjegoj materialin. Leve se materiali për si të punë është. Shqiptari futet për të vjedhër në Itali, gjenë plisin në banes, edhe e len letrën na i bëj halal. E të shumë përdu me të vetë ty. Qare? Dhe ma, aja ka vjedhë, Ja. aja ka lonë sanet të dojë ka hona bëj halal që ta këna thy derën. Që ta këna thy derën edhe që... Qore ja len me Ja strali, me krejt. Për shkak Edhe plisit bo. Ja len plisin atë. Dash besoni, dash më kum një që plët hajna Japin. zeqat. Deri. Shka të rëmenja ti. zeqat. Ne ishe zeqat, nga me të kitë deri. Hajdok zotni, po atë kodën këta. E vërtet. Këta në Itali. Po e të regoj një që e kum dëgjohu kështu atin. Jep zeqat, nga me zeqat i ka të bëjmë me bindjen tonë e fetare. E vjedhë ja, profesion. Qëre hojsh da që po të thëmë. Tha, one me vjedhe kam zanat. Po dhe? Po zeqatën ta kim hak. Po dhe, ke kem tash, a i pse e merë të unë zeqatën e jep dikun tjetër s'ka lidhe, a i punë Unë ka. tha unë zeqatën shkaj edhe dhe ditën e mirë. Apet bili jep, mos të themi prap të politikanë. Antarësin për pagujke. Po, e pagun atje, po se me për vëmë me njerës dik. 2 euro, sa është? Po, dhe me vëmë me Me dik. dik, hoqa spivike tani për grumbullajke. Neve përna vjedhin politikantës për na japin kur gjon bili a i zeqatën e jep. Mos tani në ty për që të punë zonë të gri. Që Allah e me tani qështë edhe me gjithat të më marrë një të pak një të punë për në emisionin tjetër e kalës. Publik i dashur, na këto cuslat, para se me Po, vazhdu pe materialin, bojna- po i hekim, jes të pe mëshëm i bojna- hek, se unë e pas ta Po, mikrofonin. pe bojna pranim dërzimin e cuzla, Po, gjerin zgjedhje tjera, nera të rrit, na ke shërby, na Edhe ke juve, ndihmu. kujna ju ka ndihmu për shembull me hek ka pak stresin edhe ka pas nevojë edhe disa politikane, simpatizues politikave që kanë hup A, mi ju thonë drejten. me Për marrë që pak janë- sustën. Për që janë konë zërë për këty në zgjedhjev, edhe mit, në tavan në zërë janë konë. Jo, mit ja ka nis me dol në për... Bre mit në tavan,
Qërë në minin menz. Në minin. Qërë në minin Në menz. shohë minin ku ka dalë. Jetan, ama nga veç pak. Miun menz. Menz, studentëve në Prishtinë. Veç pak, se po du me të thonë edhe qka. Minjo ka dalë në menz studentëve. Ti be vloa pret minjo me dalë në salon të kereva, që s'jam të kuptu. Qitë material pa lidhje e ke përzjedh. Më thonë drejten. Për shemëll, minjo... Edhe ka logjik miu me dalë menz. Se miu menza. Miu... Me qështë ja. Miu në menz. Edhe si rim t'i nga Jo, bukur. mërë, po ka ushqim. Ku është miu? Në menz. Në menz. Po, Çka bën miu në menz? Han milin. Ka dalë për të shëtit në menz. Dhe han milin. Miu Jeton. te kasov. Veç me pas shuk. Kësaj punë, do djemja këshin bo mirë që e këshin bo një të po me mitë disë Gjermanisë. Po, e bukur kja. E bukur kja. Kësaj punë edhe napja bajnë atë po me... Blerim në shumë të po me në mitë disë që... Fantastik është. Po me në për krejtë citatën që e diskutu më Qa Blerim. që po t'ja këshin lujt, a? Qërë ku e ndalë Blerim, qërë, ngoa. Ma kreativ se shqiptarë. Kofshish nash. Hajrë bofshë. Ti thonë kofshish nash, hajrë Gjënë bofshë. ditën të në selam kanë me najtë. Po të zë të shkallët edhe që Shkallë të naj një kyqe. të dolë prej... Hajrë bofshë. Hajrë bofshë, që kjetë. Edhe jo me zotë jo losh nash. Kjo e pomja midis qytetit jetën e ka bon, këta e E kanë ma bon. dilin gji. Se na. Shqiptarë tash ka s'na bjenë men. Ku na shkon mene. A be ku i ka shku mene, u hime a vjetë dukot në ka gjithë plisin, bëne halal. Po, edhe ka thonë video, pane. Bëne inqizu, në më thonë kam pas voktin e dvjetës me inqizu, me himë da vjetë. S'kime, jena, shu ato, pim, Jo, a e lëshon blerimi, për na e kena ba dhe Viagrën. Edhe Viagrën e kam ba shqiptarë. E I ka shqivarit, aja. Jo, e në më naj bona i Viagrë për trun, eve më naj fill trunin se... Po, Viagra për truma, Mas për ti, e ke ma shpërdorit. fel, Dhe në tronin këti popullit. Edhe më naj ndru, na ka prish paket edhe ajo korita e trunit. A din ajo korita kur në trunit që aty o ndrysh. Jeton, pse nuk e qojna mirë edhe edhe historikisht, për shembull, unë e kam thënë në emisionin ton, që edhe këtu po ndodh dhe atje te jo. Te jo e te na. Po me kam fjallën Kosovë, nesër do ketë zgjedhje, domethënë është heshtje zgjedhore. Po, është heshtje zgjedhore. Te jo heshtje zgjedhore, te na është vallë zgjedhore, Po, ne se ne i te na krytëm. është heshtje zgjedhore e shpresoj që popullit të përparan. Të përparon. Letë përparon, letë përparon. Mas mirë të me përparon. Letë përparon, më republi ma një Pse mos me përparu popullit? Po jo, se nga veç pak, se na i kena fojet, se na veç kujna votojna. Po, na Okej. jem besnik që kjo popull me përparu. Edhe përpara Përpara miq. Përpara proletar. Jo, dhe ishta me thonë pse rrokemi. Për shembull, kë video i nanos që do vjen tash, po unë të du pak me zgjeru. Këtë videon, ma betin para se me lëshu videon. Sa minute kena mo? Gati 90 minuta. 19 minuta. Para se me lëshu materialin blerim, na po shkojna me sponsorin ton. Halal, ti Me sponsorin ton, Corona Dent jeta. Corona Dent. Dhe më thonë, mos harani miqtë e me, Corona Dent gjindet në Prishtinë, në Dardani. Aty është doktori kryesor, doktor Shefki Hoti, që kujdeset për shëndetin oral, që i bie. Qa keni nevoj për dhëm, min gjitë venirës, bukur, min gjitë fëmijëve asitera për mja drejtu dhëm, të doktor Shefki Hoti të Corona Dent në Prishtinë. Jo pse po thëmë që po kam qef, po vërtet është i mirë, shehni gecat e mi. A, kom po reklamen mirë? Mirë, shumë loqë. Jetën më kujtu edhe një qka. Nëse i qojna të... Që kam një naja firma që i në qëtë plëkt? Ozoni. Nëse i qojna për shumë 4 vetë të ozoni, një anë alen folë? Po, që po i thojnë Valmirës live. Valmira, 4 mi pru, mi nrejt shflëk qësh din të qësh mi ke bo mu, një anë alen folë, pyetje publike, ti na u përgjigjesh, na e lëshojmë në emisionin Edhe tjetër. prej emisionin tjetër që tu në tabolinë e bjenat...
Ozoni. Po ozoni Pa këto se tjetër. kemi nevojë. Kemi lazë, moj Valmir, kemi lazë me po regjin, laminat. Wallahi, me bo me inë regji, e me ka pak si vlog. Bele një ditë do të ti markete, më t'i pru, më mi drejtu. A u më rëndesh. O sa s'ke bon. Preziderimi me vlog, i shkri, ti ka me edhe vetë. Shkojnë me marketing edhe këthejemi pastaj, ta vazhdojnë të nano këna me, të nano... Më stallën e zë ka ndjes pas, Po kanë të dojë. nano, nuk u tolla, të nano. Nanoa. E në Shqipni i theshin... Verim, shkojnë me marketing, se na vazhdojnë. E vazhdojnë, shkojnë me marketing, verim, shkojnë. Nanoa. E që kesh të të kalzu? Jo, unë kesh të të kalzu. Jo, në gomë, ama për i me kanë të të pak për Unë në marrë. gjatë duhet jemi serios, sepse tani më ish kryeministri Shqipërisë, Fatos Nanoa, si që po ju referojshë në Shqipëri, ka ndru jetë dhe ne i lutemi për shpirtin e ti. Dhe i shprejmë ngushtlime familjes, normal. Shprejmë ngushtlime, pa diskutim. Po nuk e pa të ndërmen tash me qelë, nuk e qelëm pomën si ata djemë. Me gjithatë. Ja, nuk e qelëm pomën tash këto. Ne jemi emision serios. Adem, zotit losh, Na jemi emision serios në një televizion super serios. Okej, na e dim ndjenjën e përgjithësisë, po Për Nanoan, për Nanoan, pse e kemi për shembull që unë ti, jemi shok së në vendin, nesër i dhrohemi, unë e baj një fjalim për jetonin, ose ti për mua dhe aja, tash fatkeqësisht, unë ju këmë thonë në interneti, burra, gra, fëmi, nuk harran kur gjatë. Dhe ma kujdesni kur t'i ngjizani. Kur të postohet në internet, dini që s'harran interneti, se dikon ato ruhen. Ka dollë një video, që kjo prirja mja qitë tash videot atina, që ka thonë për e dirove në dishke si kuptova, po na do e lëshojna, që shjena të prirë na shqiptarët njani me tjetrin. Që këshyre? Lëshone, Nanoan. Edi Rama ka një problem moral. E kam marrë me thonjë të pa prerë si refugjat nga Parisi dhe e kam qelë të bëj pjesë në ekipet tona qeverisë dhe përfaqësuese. Unë mund të kem bërë shumë gjëra, por e nxorra nga bataku i thyerjeve, nga refugjat dhe shitës ikonash të vjetra, ikone Saliut. Që? Në kone Saliut ka vjedh ikona. Ministër dhe kryetar të bashkisë më të madhe të Shqipërisë. Ketë është në rregull, ka polarizim shoqëror, ka shpeshherë degradim të muhabetit të ndërsjellë me spalve edhe s'dakordohen interesa sene veçe. Kur i thu dikujt, haj, që e ke pru vetë, e që, më falë Fadil, rrjedhimisht, thuhet edhe në zhargonin tonë popullor, thët, kallëzëm me konërin, të kallëzëj kushje. Qofë se ti e ke pas një shok hajnë, e ke pru, me një bashkit, e ke bo minister kulture, ta një kryetar bashkije, në më thonë për besë këti shpirti driti pastë. Ama kjo ka shtime vjedhë, pra, e ka shtime vjedhë. Por që hajni pos hajna në gjesë të tybe, aj me akademik nuk rejnë. Për para mendoj hajnin me akademik, më unë kalzoj një shok këtu Rama Beti Cëllë shok? I qantëzja, s'du më ja ka përmendë Jo, emrin. unë tra në kur më setë, shtu më kalzoj një shok edhe S'du me zonë me emrin me burimin. Unë në kam qef me O, djetë. zbanë se ashtu ngjarja për këtu. Okej, në gjarja ka për këto. Për këtu, e kam fjallin për Shkup. Unë menova Tha njone për që atë. është marak, tha me shti dorën në gjep, që ka pak qështu, tha. Tha, na e dim atë në mahallë dhe tha, shkum të berberi, pa vjen një njëri që s'kishar zakonisht e ai berberi aty. Tha dhe kur hini një doq pare, tha pa jak misha pak se e hull ju shishin. Qysha kon tha të bëma vetë, tha pja ka pa paret, tha veç i ka shku të i farë gjyre, saret. Dhe i langë. Ja, u saret, tha se e di ke që me bona i vejpër, na e dim që aje ka ba. Që i ka kapë. Po që, se tha, këto dy gishta i kanë me si letër gryse, qas të lemu shumë i kanë që. Do në hes snijat, të prek në për dritë synit e senit. Këse një, dhe në qizme të ashtë të dorë. Të ashtë të dorë, jeton. Qmimet po shtrejtohen. Kush? Qmimet po shtrejtohen duke u zbritër. Po ta përshtypin që po thunë.
Jo, ato po se to, ato jenë shtrejto. Qëmimet po shtrejtohen duke hyrë, por se shans... Kitën e gra, ene bura, ene lup, ene pajtënone, në kitë shumë. Kitë dëshkon pi. Kalëzom, si ashtë e mundur aksion zbritje mu shtrejtu. Të në në Kosovë ndodhë gjithë shka. Dohëm, lëshol shumë lërim, aksion 34%, 1 kilogram sheqer i bëjkaft, që aksion 34 për shkron. Në fshë më spavë. Që? Vlerim, nëse din dikush edhe ju publik i dashur, hyqe materialin, nëse din dikush më kallëzu qysha zbritja të hypo në vit... Zbritjen hypje. Mos ka desh të marketi. Ja, i s'ka desh Kam prit se jam të mendon, po mendona pak me arsitu. Jo, valla, Mas i ka pas ato letrat Hazer aksion, Ja. e tani ka pas hypje 39%, Ja. e ka desh me konkorrekt. Jo. Jaran, a je kam nina, je këto që jo, që shtojnë në gjuhën Shqipe mazdënisht tachno. Tachno, ne. Unë po du m'ju tregu se kjo emision ka të bëjë me vjedhje në kryesisht, dëmonë se nuk ka dita e vjedhjeve, dëmonë që festohet në botë, po ka ndodhë shumë vjedhje këtu, edhe po ndodhin vjedhje, edhe hajnia seni keq. Për shembull, ka hajna që kanë vjedhë dhe kanë ikë jashtë shtetit e s'po kthehen, ka do që jenë kthyes, jenë burgos, ky shtet i shka me vëlla loq, këtë më gjenet i hajna. Jo, bës edhe në Francë, vjedha i par muzeu Lufria, qka... Ataja, aty një këmorën lakmi. Pa shka, jo ne? Para me në situatën që ka dhe gjoba. A i far lifti elektrik që ka hyp atje, që kanë hyp ata... Që këtë është shka merë, daj? Ja, po ke shumë interesant, A i shpërëdhem Gjerman. Dhe më Gjerman të kanë vjedha? Jo, tash, Gjerman të kishe njësë me bo një tip reklame për liftin, që është qaqi shpejt, që dhe muzeu në Luprit e vjedhë. Po, vremja e kam... Gjerman, Goma, ka ma pa lidhje se shkon ti në Paris, i pagun për shani që ke 50 euro hyve, me hynat muzeun aty, edhe mja këqyr Kleopatrës së 23, që ka mbajt në qafë. Me nërë me thonë, jo me burra... Me nërë me thonë... Shumë mire ka pas, dhe i sholla për me që ta hojna nuk i zonë dhe i sholla i shkrinë sa më shpejt. Qa ta hojna pjo kalëzej me luk të kote të hamëshën. Ba, ta ja të hongër, ishë për stanin. Qa ta, se edhe na do pi livdojna, do pi shojna, po kryesisht i shojna këta që vinë me ta livë votën. Kryesisht zat i këna livdojna, si ja për vrejnë. Ja për vrejnë. Ja për vrejnë që si jem kërkat i shka. Blerim, është një, edhe publik i dashur, është në Prishtinë një ka qenë gjithmonë të qafa, i kena thonë na, një shkallë... Njërën e parë. Në shkallë, një shkallë ka qenë 1 centimetër. Tash, kjo për lidhët edhe me votat, edhe me numërimin e votave, është një votë. Nesër, një votë e cakton kusha kryetari Prishtinës. Po, balotajë është një votë. Që shka të me thonë, 1 centimetër, një shkallë me konë ma e madhe, dikun si në mes. Që lëshu, blerim. Qërë? Veç 1 centimetër a e ta. Që? A e kupton që jemi në njerëst? Në anë, kur t'ja nisim me shkallën e parë, apo? Shkallën e dytë, shkallën e tretë, neve ma veç në mësohet motorika. Ja, është qështje... Fuqia të modhe të zate, qështje konceptant. Edhe tash biq 1 centimetër të taksës, qash a mëso trupi me që komën. Do ma 1 centimetër, publik jam i dashur. 1 vot, 1 milion euro. 1 milion euro. Jo, 1 milion euro shumë. Jo, 1 milion euro, ja huqe. Ja, 1 milion euro mi pas vjedhë, të thojnë milioner. Po, është një fore shumë bajate që thënë këtë zerët i kam veç nishi po mungan, shumë fore diskasi. Që kja është kërëja vedati stupsove që dhe ke bëllë moment që ta lengi. Që magnetish, Një shkallë
na e kena përjetu, më me thonë, me plot kompetenci këtë shqiptarë të Kosovës në hyrjen e parë të kompleksit Shafa. E din për shkapin. Janë rëzu këtë Kosova, në që ato kush ardhë. Dhe më thonë, unë ka ndodhë 3 herë në ditë, këmë shku, unë 3 herë në ditë jëmë rëzu. Në ashtë edhe si shembol, zdo të më marë se jam pak tatit, po, i kom po tonë të urëzu. Kom po dhe ushtarët këvorit që ati zakonisht janë të ushtrunë. Po, i kom po. Ajo shkalla, se na jena të folë për një shkallë tjetër duke ilustruar me këtë. Me këtë shkallën faktike. Në më njëri rëzot për 1 centimetër në shkallë. E kur së në quët? Partit politike rëzot për 1%. Ka parti politike që se kalan pragin për 1%. Po, për 1%. Rëzot. Rëzot, e vërtet. Për 1% së në mshel kreditin, do në me shku për shamal në bankë, mi thonë, po du mi mshel kreditat. Edhe i kikë parët veç 1% mungojnë. A di shka të thotë ajo? Thot, ti mundesh mi ishti i parët, ama mi mshel së mundesh, se si ki krejt. Si ki krejt, po. Mja fatizu. Për 1%. 1%. A gata, 1%. E vërtet. Kështu që 1%, 1 vot, 1 kese e bërlogit. 1 santin shkolla ma e modhe. 1 akullore me gju qështu, atë letrën. 1 paqet cigares me gju në rrugë. 1 ti, 1 unë, 1 aj, 1 aj, 1 aj, bon 500. Po, 1 milion pakot cigare, për shemull, me gjujt vich ka një, bëhen për 1 ditë. Po. Se 1 milion duhen pers, po më do këtë Macedonia ka duhen pers mas shumë ti në Balkane kemi pasni. Duhen pers? Duhen pers. A, duhen pers. Duhen pers. Me se ki fjallën për Po valpia. qërë qka mundet me ndodhë e kundër ta e kësaj, Fadil. Në qofë se 1 milion veta, veç nga një letër e marrin. e jekin, e pastrojnë vendin brenda 24 orëve. Se presin atë kryetarën e komunës për 82 orë që ka rajtë, që ka thonë ndo e Që pasaj. mbajlo 82 orë që orë kryetare. Nëse e ka logarit me orar të punës, i duhen për më bot 48 Jo, orë. ai 48 orë vishë du të mja u këthy këfallat e Fala, sresna ti, sresna, fala, sresna, edhe mja futu që kë si kur ata protestus në Sërbi. Ja këshin njësë protestus me vërtit u që kë mitë disë Beogradit. Këtë ideja u konë mja plos zemën. Mja plos zomën Vučićit. Prime a urëzu Vučići? Dhe në këtë të dzuna e shkollë, se kështu dhe i që dash, ja. Së protesta më duket janë për para viti 3. Në fakt, protesta kryesore ku ka njës për rënien e qatijis në stacionin autobusëve të Nishit, që i ka vra një 2-3 student, edhe si pik fillim ka qenë ndërtimi me cilësi të dobët të stacionit autobusëve. Korupcioni, që kena diskutuar. Ja, qëre, korupcioni du të me shpjegu, Fadil, që të fenomen. Më falë, ma lejon 1 sekund. Këshore, korupcioni, për shemull, bëhet me marifet. Qysh bëhet korupcioni? Pa me shenja. Ju kishtë të menon. Ta vjen letrën, se 10% jenë të mijat. Na në Balkan nuk bëjmë korupcion, Fadil. Na vjedhëm. Mire kif. Dhe më thonë, nuk o qështje që kryet ti punën me qaros edhe pak mu. Jo, unë e vita marë komplet vangë edhe qikash. Na jem, hojna popë. Në Shtetet e Bashkuar të Amerikës, tash ma kujtove kur kam qenë me një projekt, trajnim, unë e pytat direkt, se kishim të drejtë me pyt. Tha korupcioni është, a i po thot, korupcioni janë tha kancer i shoqërisë. Thash si kini zgjidhë jo, a di që e kam në gojnë kështu, flisht. Tha na e kena zgjedhë, tha, ka kompani të cilat lobojnë. Për shembull, nëse ti po do një jeton me shku me taku kryetarën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ose Ministrin për energjetik, e kini prodhim që do me prodhu rrym ose diçka tjetër, shkon të kompania. Kompania të cakton terminin, shkon zatetësh, bësh, nëse nënshkruhet kontrata, në vlerë të asaj kontratës, jeni marrë vesh 5 zonë, 8% i merë kompania që ta ka mundësu ty muzatet me ata dhe me prezentu dhe pastaj ti ke procedu, ke hinë prodhem ose ke shitë të. Thash, të në pse, a ka korupcion, qështu dhe a i tha. Tha jo, në Balkan tha, nuk ka korupcion, tha e donë për gjysht.
Si kungullin, sakit. Tha, për shembull, politikoni i merr 20%, tani ai që s'ka asnjë mashineri Hes. për me marru asfalt, tha, i merr 10%, tani ja vjep, tha, një 13 kompanive, Po. edhe ato, tha, dëmon punën, tha, e kryen dikun dora e 20. A e vërtet është. Tani, qiknena në për që të farë rrugën deri të mërin të kjo kompania që ka me realizu, tha njëni tjetër të jesin bërq, tha për që ata, aja forja e kona pesheqat urë, kura ardhaj, ka thonë jesë pesho normal që shese... Dhe ku ma onë, ku shti në gjepë. Në gjepë është. Kjo son rregull, Po sa në regullë, Dërim, po na, her pas e Republikun tonë, e kthejnë edhe në për Oda, që tha jetoni në për Hamam Gjika, sepse kena vujt. Ja, edhe kena vujt. Ja vre kujtu kush. Mja vre kujtu kush jena, ti mund është me hec me haz në karierën tonë, edhe politike, edhe se ne për para një 20 vjetëve, që shtu loja kena lu për shambull në Oda me që sheka emnin aja, ku sheka kokrën bëza, kësi se në... Abiz, lëshova. Ama kjo ish abiz interesant. Kjo në mes, du të mi rej ata dhe. Po. Lëshova, blere. Kështë? Jeton, s'ka kësha morë regull të na. E kësha morë regull të na në ministri. Mu defri punëtor të njërë. Ma si s'ka në shka me bëjt shtu me lu. Në për institucione shtetërore. Bashkë në qitë kohë, dhe më thonë, Gjermant me shtemejen konë të e prodhu Mercedesin. Edhe Golfin, edhe Opelin, edhe Fordin, edhe BMW-in, edhe Boshin, edhe Taraboshin, edhe krejtë. Atë e konë, na e na konë të lu... Bëza. Kush më shej. Blerim, jemi të shku me një temë të cilën e kemi diskutu dhe po e diskutojmë edhe është fenomen në botë që ne pa tjetër duhet edhe ta pasqyrojmë edhe t'ju shpjegojmë shikuesve tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam përfundu zgjedhjet. Lokale edhe atje. Lokale edhe atje. Në New York ka zgjedh një... O zgjedh një... 30 e... Zohran... S'ka një ide. Zohran, ja, o shumë e rëndësia emni, po që ja kemi shkrujt. Je bre që e ki qatë GPT-nve, për ja, në halë zamblerimi që atë. Që në qatë GPT. Ja, o zgjedh krye bashkiaku i New Yorkut. Mandam. Zohran Mandam. Po, unë po du me ta largu pak ato shka po du me spjegu ti që ti me thonë fund. Ne kemi thonë publik i dashur që po vjen një erë e re, një gjenerat e re, po vjen një zhvillim shumë i madh teknologjik. Unë e maj men, prej Nokias, tash jemi në iPhone, edhe në ora të menqme. Domethënë jeton, prej 45-ës, deri para 90-ave, 89, 84, 85, shumë gadala është zhvillu teknologjia. Prej atër ka hes me haz. E thamë edhe ma herët që jena dy... Në fakt prej 2000-ës. Po, kemi bota paralele. Ky Zohoni e ka shfrytzu TikTokin. Zohrani, e ka shfrytzu TikTokun. Po. Edhe e ka fitu, pa shumë e rëndësishme, publik që është musliman dhe është emigrant. Po, do më dhënë, Madham, në qofë se s'po ka bëjë, s'po e thamë keq, Zohran Madham, kështu diçka? Mandam. Ajo është 34 vjeqar dhe ka arë si emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në moshën 7 vjeqare. Dhe të them kështu, sa kam dëgju në për lajme këto ditë mas zgjedhjes së tij, domethënë dikon 200 milion, në qoftë se s'jam gabim, i kanë dhënë pjesa jo muslimane për të mos u zgjedhur kryetar i Bashkisë së New Yorkut. Sepse
këta e ka një armiqësi me presidentin aktual, Donald Trump, edhe që presidenti Donald Trump është kundër këtyne muzgjedh, është kundër edhe krye bashkiakut e Londrës, Sadiq Khan, që edhe ajo është një musliman, edhe e ka qërtu publikisht. Nuk ka problemi veç të muslimanizmi. Është problemi sepse Në fakt, ai ka ardhur shka i thojnë, në pushtet. Trumpi ka ardhur me idenë që emigrantët do kenë problem në Amerikë. Jo, po të fjalimi tash, kemi me dëgju, aje fillon me I am muslim. I tregon që është musliman, edhe i tregon që jam emigrant. E tregon atë pjesën që si duket e kanë ngacmu shumë të ajo pjesë. Po edhe ne po du mi tregu që e ka një shok Mitrovicës edhe më duket që edhe janë shqiptara, ke pa që me njerë. Jo, është e vërtet e madhe që në xhamin e njëjtë, ku ishte falë kë Mandam, ishte falë edhe një shqiptar nga Mitrovica. Edhe ishin kështu kanë ndru në Mohabet në ndërkohë dhe kanë bo Shqiponjen bashkë. Ja, dhe kanë bo, po më besë, ka shansë që dhe i kanë ndimu në zgjedhje, kështu që... Po me siguri, a mujna me po tash... Po materialin, kjo fjalim është, blerim ka më ucilësu si fjalim historik, po me mërmenja mu ka me metë kështu në nalet e historisë, një 36 vjeqar me këtë... 34 vjeqar. 34 vjeqar, qëtë 2 vjetë ku jashtovë. Se dive të kanë tek, të kanë tek. Na e na plak, lëshu, blerim. Sigura i fjalimi I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. To get to any of us, you will have to get through all of us. Tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. Më falë se këto, dua ta ngrejkit fjalim në të njëjtën diagonale me fjalimin e Martin Luther King, kur i drejtohet me atë fjalimin e famshme, që thët, I have a dream, unë kam një ëndër. Kjo djaloshi ish fantastik edhe ka bo një fushat fantastike, që Fadile ka përmenë shumë emisione ma përpara, e ka targetu qatë gjeneratën zës që po e cilësojnë, edhe e ka marrë me vete edhe e ka bot diferencën dikon në mes këti dhe këndër kandidatit, u konë diferenca dikon rrëth 1 milion vota. Dhe mos ka pos nevoj mu numru heq, dhe mos dikon para tëra se mu kry numrimi. Në fakt është dikon me 50.04% që Madham ka dalë për para, por që kë e penalizan Kushtetuta Amerikës, sepse kë nuk mundet të jetë presidenti Amerikës, për shkakun se kë nuk ka lindë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka orë si emigrant në moshën 7 vjeçare. Ne e morëm këtë material me ju të regu, sepse nesër në Kosovë përfundon zgjedhjet, të nga kanë përfundu që kur të bani zgjedhje tjera, koncentronu të gjenerata e cila në bot ka bani revolucion, e ka rëzu diktatorin. Në New York, gjenerata Z e bani 36 vjeqarin kryetar të New Yorkut. 34, më falë, ato dyja, mu ka... Ju kanë pejshpisi ka. Pejshpisi ka ato dyja. Jo, dhe ishta me folë diqka tjetër, që 34 vjetë, në më dhanë, kryesisht e kanë votu gjenerata Z jeton, prej 18 vjetë kër e marrin të drejten e 44? E 21. A po, Blerima, se s'po ndëgjoj? Blerim? A i bojna dy. Adem, se s'po ndëgjoj, vete Blerimin?
44. Unë punoj me laps. Lëshone, po du me thonë, që ka ban inteligencë artificiale dhe mos besoni gjithë qka që shifni, sepse që ky stadion ka ban shumë buj në internet e këtë stadion, si mbas informatave që i kam unë dhe i kam konfirmuar, po besoj edhe njerëzit tashma veç e din, e ka ban një djalë prej Londrës edhe e ka ban jetën, e ka marrë lëshu blerim në aty po materialet dhe 350 metra mbi tokë, stadiumi i mahnetshëm i Arabisë Saudite për botërorin. Këto ka bën një djalë. Po, një djalë ka marrë ka bërë të shtëpia dhe ka postu, i ka shku viral, bile ka dalë, ka thonë, s'kam fitu pare se ka ditë qysh me gjeneru sen e vene. Me monetizu, po interesant ka hecë kjo. Kjo njerë për menimin tem, nëse dikush din, kjo s'ashtë e mundur se gjallët mi vetë që atja është problem me nejtë, e inteligenca artificiale jeton qërë që ka ba në Shkup, që lësho vlerim. Të ban krejt të përmendorit i kanë gjallë. Po, mëzatit i nga. Po, mëzatit ngon, lonin gjallët. Kadal. Kështu që publiki jemi dashur, përveç mua jetonit, të përshë që jemi kështu... Live i mishit, u qua dhe Aleksandri Madho, nësë për leqiti konë ku shkoja, po... Ne jeton, po shkojna me marketing edhe për mbyllim këtë emision se s'më kalzon ti, blerimi s'më ka full vesh se më duket... E ke zgjidhë në i sen? Garante kom zgjidhë Shkojnë me marketing. Marketing edhe ta mbyllim emisionin. Mirë shtemi, erdhëm bashkë me Fadilin e fund të emisionit, mos harroni, me në vizitu në rretët tona sociale, po e zoma, në Alsat.me. Në mon leblerim që shtu të ta shojnë pak, shimi javën tjetër. Cusla ime, deri në gjithë dhe tjera, miru dhe gjofshë, më i cucëll. Mbyllë leblerim.